Unë jam Aldis Kjosi, jam 14 vjeç, edhe luj për ekipin U15 Vllaznis. E kam nisë futbollin në moshën 7 vjeçare me ekipin Arra Malle dhe në moshën 12 vjeçare jam afru tek Akademia Vllaznia nga trajner Haris Dalipi. Cili është pozicioni në fushë i Aldis Kjosit? Pozicioni jem fushë është mesfushor qendrët. Përse ke zgjedhur futbollin? Në fakt futbollin e kam zgjallë si pasion temin, një dëshirë që edhe familja më kam shtet, sidomos babi. Është vështirë dhe sakrificë të merresh me futboll sot? Normalisht sakrificë e madhe, sidomos për mua që vi prej zona nga Gurëzi, që është përdit transporti, edhe më së edhe për prind është një sakrificë e madhe. E keni pas mbështetjen e familjes? Po normalisht familja ka qenë kryesore që unë me vazhdu sportin. Sënë edhe dëshira jeme për me nisë, ka qenë e madhe. Keni ndonjë idhull që kërkoni të nxjasoni? Po, idhulli jem personal është Luka Modrić, që prej tij e kam edhe numrin në fanel që ka qenë dëshira jeme. Edhe shpresoj që t'i afrohem sa do pak. Cili është synimi për të ardhmen për Aldis Kjosin? Synimi jem për të ardhmen është që të arrij me bërë një kontratë profesioniste me ekipin e parë të Vllaznis, edhe pastaj edhe në Europë. Se jo. Kush gëzohet më shumë në familjen Kjosi kur ka një sukses Aldisi? Përgjithësi, tanë familja më gëzohen, por ma shumë babi. E ndron që një ditë t'i bësh krenar? Po normal, shpresoj që një ditë t'i bëj krenar sa do pak për sakrificën që bajnë për mu, edhe për kushtimin që kanë mas me jetë.